është edhe një thirrje për një marrëveshje të re, për një Shqipëri të re. Dhe kam parë që ka edhe shpirtrat humbur këtu që në familjen tonë politike që duan një Shqipëri të re. Fair enough. Mezi pres që të na sjellin draftin në Shqipërisë së re, të shkruar. Dhe patjetër jemi gati të bëjmë një marrëveshje të re për një Shqipëri të re. Po kam frikë se drafti nuk do vi kurrë. Sepse Shqipëria e re është njësoj si të gjitha siluetat e flamingove, njërën prej cilave mbante Fatos Lubonja. Fatos i poshtë, flamingo lartë edhe Shqipëria e re. Do kritikohemi, do sulmohemi, por ne kemi detyrimin mos zgjedhim rrugën më të lehtë, mos zgjedhim rrugën e zgjidhjeve të hëpërhëshme që na lehtësojnë nga një presion, mos zgjedhim kur të bëjtjemi popullor në një moment kur duhet jemi të përgjegjshëm, sepse unë të paktën, ka shumë kohë që nuk ndihemi zgjedhur për të qenë i pëlqyer. Më ka hikur ajo dëshira për të qenë i pëlqyer, që Zherioni se e di, më ka njohur në atë kohë. Edhe kopertinën e Zërit Popullit, kur unë u zgjodha, e bëri me një kujdes të veçantë që unë të ndjesha i pëlqyer, vuri një portret shumë larg realitetit. Po nuk jemi këtu për të qenë pëlqyer, jemi për të qenë dobishëm. Dhe këtu ka një ndryshim shumë të madh midis qenit i pëlqyer dhe qenit i dobishëm. Sa janë të pëlqyer sot në rrjetet sociale dhe janë krejt të padobishëm, kur mos u bëfshim si ta. Prandaj Shqipëria është e gjitha sot në duart tona, jo në këmbët e atyre që bëjnë xhiro. Nuk është një hashtag Shqipëria. Shqipëria nuk është një flamingo që merret zvarr për të dukur bukur. Shqipëria është një vend që sot është në një luftë të madhe me vetveten dhe Bashkimi Evropian është një taka jonë. Le të këndojnë sirena dhe atë punë kanë, ne kemi një punë tjetër. Unë bashkë me ju. Ne kemi detyrë ta çojmë Shqipërinë tek ai breg me çdo kusht. Dhe mos u çudisni fare që në këtë rrugë do të kemi shumë të tjerë që do të na dalin. Anash mbrapa përballë, se kjo nuk është puna agjenturash në kuptimin klasik. Nuk kemi tek fije që priten. Ne kemi fakte. Sa të duash. Jemi në një kohë kur fal algoritmit dhe botës pa kufi, vinë mercenarët digital edhe nga vende që ti nuk e mendon që ishte shënjestër e tyre. Për arsye nga më të ndryshme. Të sponsorizuar nga shteti janë të identifikuar ata që vinë nga Irani, të tjerët kanë lloj-lloj sponsorësh. Por ne nuk kemi punë me asnjë prej tyre në kuptimin që të intimidohemi, apo që të kompleksohemi, apo që të spërdridhemi. Kështu që kjo është rruga më e vështirë, dhe pse është rruga më e vështirë, është rruga ime, e juaja, e jona, e Partisë Socialiste të Shqipërisë.